Paguhen më shumë siguracione shoqërore, rritja e pagës minimale dëmton ata me rroga maksimale. Nga punojësit e fabrikave, robaqepse të shitësit, kamarierët apo punëtorët e ndërtimit, cili do i punësuar në Shqipëri nga ky muaj do të paguaj jo më pak se 50.000 lek. Paga minimale është rritur me 10.000 lek. Pedagogu Erion Muça shprehet se është një tregues pozitiv, sepse rritja e pagës minimale prek drejt për drejt shtresat më të brishta të tregut punës. Nga ana tjetër duhen parë me kujdes ndikimi që kjo rritje mund të ketë mbi bizneset e vogla, kostot e tyre dhe rrezikun për rritje të informalitetit. Pra është një hap i rëndësishëm social, por duhet shoqëruar edhe me politika mbështetëse. Për gjithë vitin 2026 deri në gjysmën e 2027 do të jetë shteti që do të paguaj kontributet për diferencën mes 40 dhe 50.000 lek në mënyrë që të mos rëndohet as punëdhënësi as punëmarrësi. Zef Preçi, ekspert për ekonomi, shpjegon, kjo është më shumë pjesë e propagandës se sa një politik e mirëfillt zhvillimi. Rritja e pagës minimale pa një analizë të plotë të produktivitetit dhe kostove të biznesit mund të sjellë pasoja të kundërta si mbyllje vendesh pune apo shtim të punësimit informal. Pa reforma strukturore, një vend si Shqipëria ka të vështirë të garojë me rajonin vetëm me vendime të tilla politike. Megjithëse qeveria zotohet të mbuloj efektet që do të prodhoj rritja e pagës minimale për 18 muajt e parë, bizneset janë të shqetësuara për kostot shtesë që do t'ju vinë në drejtim të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punojësve pas kësaj periudhe. Florian Cekja, sipërmarrës në sektorin e manufakturës, theksoi rritja e pagës minimale ashtu edhe për pagat e tjera në rrjedh dhe kjo rrit kostot e operimit për kompanitë si Imja. Për 18 muajt e parë shteti mbulon kontributet, por pas kësaj periudhe ne do të ndjejmë presion mbi bilancin dhe do të duhet të rimendojmë strategjitë e punësimit dhe investimit. Bashkë me pagën minimale, nga ky muaj me 10.000 lek rritet edhe paga maksimale. Nga 176.416 lek që ishte ajo, rritet në 186.416 lek. Ndryshe, nga perceptimi i përgjithshëm, rritja e pagës maksimale përkthehet në një ulje të pagës neto për të gjithë ata që paguhen mbi këtë prag. Ata do të marrin 950 lek më pak, kjo pasi paguajnë më shumë sigurime shoqërore.